të cilët fatkeqësisht që i marrin ato, si vlen, apo si vlen, ne i përjetojmë si qytetar, se nuk na vjen mirë seriozisht që në Kërçov mos ketë asnjë drejtor shqiptar, në ndërkohë 60% janë shqiptar në administratën lokale. Në Strug sot nuk mund ta kalojnë kryesuesinë e Këshillit të Vëmërore të Përmënes dhe 50% të pushtetit të japin Vëmërore të Përmënes. Mos flasim për Dërvenicën, mos flasim për Butelin. Aty janë 47% shqiptar. Imagjinoni, Bleni nuk e marrin as në qeverisje lokale, marginalizim total. Por kjo është tash, ne kemi marrë shumicën e votave definitivisht, si lista këshilltarësh, mbi 20.000 vota është diferenca, por pa dyshim që zgjedhjet janë 2026. Këtu nuk ka dilema. A do jetë prill, a do jetë maj, a do jetë tetor. Po besoj, marr informata që thonë se 2026 është zgjedhjet parlamentare janë të pashmangshme dhe besoj se ky formacion Aleanca Kombëtare për Integrim duhet të vazhdojnë spaku derisa të fillojnë negociatat me Bashkimin Evropian dhe të jenë në një fazë përfundimtare. Tash na mbetet